O ju vëllezërit e mi, dhe o ju nëna dhe o ju motra, Zoti ju ruaj dhe ju mëshiroft ja Rabbel Alamin. A dini se ku është fshehtësia e kthimit tek Allahu? Fshehtësia e kthimit tek Allahu Jalla wa Ala është se në momenti kur ti kthehesh tek Zoti Jalla wa Ala, pas çdo mëkati që bësh, nuk është problem, vallahi nuk është problem ke mëkat. O vallahu i që folën është shumë mëkatar, është shumë gjunaqar. I di mëkatet dhe vallahi bila dunja mëkatet janë edhe frena. Që mos mashtrohemi në momentin kur njerëzit na lavdërojnë mos thonë që jemi dikush. I di mëkatet tona. Kur edhe dikush ta lavdëron Ebu Bekrin radiallahu anhu, Ebu Bekrin, tha o Allah, më fal për atë që thonë njerëzit dhe falmi mëkatet që ata nuk i din për mua. Fshehtësia e kthimit tek Allahu te bareke ve teala është se ty e gëzosh Zotin tënd. O me ditë vallahi që do të thënë gëzohet nana me diçka ja kisha bë pashallah. Unë edhe ti. O me ditë se vallahi me diçka gëzohet fëmia. Për shembull, unë do të kthehem tash në Dibër mbas një javë. Dhe fëmijët më kanë shkruar babi të lutem një pal puma ku ta diun. Unë do t'ja vabjej ato puma vëllazën se e di që ato të gëzohen me ato. Më kuptoni? O vëllau im, kur kthehesh kjo, sonte që ke ardhur në xhami, vallahi ke gëzo Zotin. Po për qëllimeve dhe synime më madhore të kësaj jete, unë ta gëzoj Zotin tim. Dhe ta hidhuroj shejtanin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa ishte në një luftë vëllazën, gati ka fundi më jepni edhe 5 minuta. Derisa ishte në një prej luftërave dhe pas përfundimit të luftërave vëllazën e pa njënën prej nënave, shefni skena, veçanërisht nënat, kom qefta të gjynë shumë bukur. E pa njënën prej nënave që e kërkonte foshnjën apo djalin e saj ta gjen ku ka ra në luftë. Mos ndoshta edhe ka vdek, e kanë vrarë, lufta vëllazën. Kur janë në një moment e gjen djalin e saj gjallë, elhamdulillah. Edhe e merr dhe përqafon dhe afron afër vetes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha sahabëve, a shihni këtë nanë? Ava merr mendja juve. Dëgjoni, ava merr mendja juve që kjo nanë mund ta gjuon djalin e vet në zjarr? Ka nanë që e gjuon djalin e vet në zjarr? Thanë jo ja Rasulullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, "Lallah ashaddu farahan bi tawbati al-'abd min hadhihi al-um bi waladiha." Allahu gëzohet ma shumë me robin kur pendohet se sa kjo nanë kur e gjeti djalin e saj. La ilaha illallah. Wallahi nana gëzohet shumë kur kthesh pi gurbeti. O nuk do të lishon pashallah me zotje. Allahu te bareke ve teala kur kthesh tek ai gëzohet ma shumë. Allahu xhallahu ala i shpalli Davudit alayhis salam dhe i tha ja Davud. O Davud, po ta din mëkatarë se sa unë përmallohem për ato kishin vdek për përmallimi për mua. Shef, Allahu i madh përmallohesh ka për gjunaqarin. O Davud, po ta din mëkatarë se sa unë përmallohem për ata do të kishin vdek për përmallimi për mua. O Davud, ky është përmallimi im për mëkatarët, po si është përmallimi im për ata që më bëjnë ibadet dhe adhurim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë nëse robi shkon një hap Allahut, Allahu i vjen me duke ec. Nëse robi shkon duke ec, Allahu i shkon atij duke me vrap. Nëse robi shkon me vrap, Allahu xhallahu ala i vjen pra me mirësi dhe dhuratat e tij subhane wa taala.